Një zhurmë pazakon në mes të natës dhe pak sekonda më vonë, pronari i shtëpisë përballet me një skenë që askush nuk do ta dëshironte. Ishte rreth orës 3 të mëngjesit, kur një banor në kantonin Argau të Zvicrës vuri re një person të panjohur që ndodhej brenda në një prej dhomave të banesës së tij. Sapo u zbulua, i dyshuari u largua me shpejtësi duke u zhdukur në drejtim të zonës së Altenburgut. Me njerë pas telefonatës së banorit, në teren dolën disa patrulla të policisë rajonale dhe policisë kantonale të Argaut. Nisën kërkimet në zonë, ndërsa autori i dyshuar po përpiqej t'u shpëtonte forsave të rendit. Por arratisja nuk zgjati shumë. Gjatë kontrollit të zonës, policët vunë re një person të fshehur mes shkurreve në rrugën Ezelstrasse. Pas ndalimit dhe verifikimit të identitetit, doli se bëhej fjalë për një 14 vjeçar nga Kosova. I mituri u arrestua përkohësisht, ndërsa autoritetet zvicerane po vazhdojnë hetimet për të sqaruar nëse ai ka qenë i përfshirë në tentativën e vjedhjes me thyerje në banesë. Për shkak se bëhet fjalë për një të mitur, policia nuk ka bërë publike detajet të tjera mbi identitetin e tij, ndërsa hetimet mbeten në zhvillim.